dhe zotërisht Haradinaj. Cilat? Qeverisja lokale? Qeverisja lokale, mendimin e kryeministrit Haradinaj ka ndryshuar obiliqin. Në vitin 2017-2021, obiliqi ka ndryshuar rrejtësisht, duke ndërtu sheshin, dëshmorët e kombe, sheshin Adem Planiqi, shtëpinë e kulturës Xhavet Aziri, e shumë projekte të tjera. Pra, na s'do të kthehemi në kohën kur ka qeverisë Aleanca në Obiliq, fuqinë e saj që ka treguar në atë kohë, po duhet të pyesim kryetarin Gashi, çka ke bë pe 2021 se kënej. Nga koha kur s'është bën Aleancë. Pikërisht. Duhet të lidhë me kogjενerimin, veç një fjalë. Vetëm pak lutem se ne ti përgjigjem se 3-4 akuza erdhën kështu si projektile. Po jo, se kogjενerimin për atë arsye po duam të insistu pastaj në të përgjigjet. Unë e di dhe të gjithë qytetarët e dinë që kogjενерimi është premtuar në vitin 2013, mandatin e parë ka thonë nuk e la me shku në Prishtinë pa hyrë në Obiliq. Dhe tani pej vitit 2013-2025, 12 vite, unë besoj që nipi i Xhafergashit do përfundon këtë projekt. Nipi i Xhafergashit pse? Po se po shkon kohë që 12 vite deri të bëhen ata pasardhës tonë kanë me përfundu projektin. A mund kërkoj folje, kërkoj kohë pak shtesë. Vetëm se i kemi edhe temën e zhvillimit ekonomik, shëndetësinë e arsimit, dhe dua t'i hapim edhe çështje tjera, zoti Gashi. Çështja e kogjnerimit është një projekt shumë i domosdoshëm për Obiliqin, sepse Obiliqi është zonë ndotne edhe një pjesë të ndotjes gjatë sezonit dimror e bojmë vetë natë. Po. Nëse i referohemi gjendjes faktike e cila është në Obiliq, unë e mendoj që na një prej projekte më dhe me thënë se në komunën tonë është kogjnerimi. Është i shtrejt, është e vërtet. E falemderoj shumë Usaidin, Gizin e falemderoj për termat e referencës. Usaidin për pregaditjen e dosjes së tenderit. Pastaj, fillimisht e kemi nisë objektin e sistemit të pompimit dhe shpërndarjes. Faza 2 ka fillu shtrirja rrjetit. Në ndërkohë, ne kena arrit, pse kena bo fazën e 2 shpërndarjen? Sepse ne kemi arrit një marrëveshje me Prishtinën përmes Termokosit, që ata obligohen në stacionin e daljes nga Termocentrali Kosova B, e deri tek sistemi i këmbysve, është obligim i tyre që është vlerë dikon rreth 8 milion. Për shkak se ata do dojnë me dyfishu kapacitetin e kogjnerimit. I kemë dikon rreth 180 megawatt energji termike në Kosovën B, që i bie 1 me 6.1 energji elektrike. Nëse shfrytëzohet 1 megawatt i energjisë termike, është i barabart me 6.1 të energjisë elektrike që na importojmë energji gjithë. Dhe unë mendoj që përveç kursimit të energjisë, ky projekt ka impakt edhe në ambient dhe gjatë gjithë procesit unë mendoj atë energji duhet ta shfrytëzoj jo vetëm Obiliqi, po edhe Voshtreja, edhe Fushë Kosova, edhe Prishtina, sepse kursejmë rreth 1000 megawatt, rreth 1000 megawatt energji elektrike. Sa i përket 15 sekondat e fundit. Se një kallabllak shigjeta sherdhen. Fillimin e projektit ne kemi menduar që do të kemi mbështetje edhe nga niveli qendror, sepse është projekt shumë domethënës. Po se keni patur? Jo. Kem adresu edhe në qeveri kërkesa, edhe në komisionin parlamentar, pastaj edhe përmes grupeve të deputetëve, kem dërgu amandamente të cilat nuk janë votu konkretisht edhe për zotit Thaçi. Konkretisht nga zoti Thaçi nuk janë drejtuar? Po, se ka votu. Zoti Thaçi, urdhëro. Sigurisht që niveli qendror, sikur të ishte më serioz jo, niveli qendror edhe ju kishë mbështet. Po ti e din, keq përdorimet që janë bu në tenderin e kogjnerimit. Ti e din edhe sa i ka kushtu komunës së Obiliqit. A e ktheu SHP-ja pak më herët këto të fundit.
1 milion euro më shtrejt ka kushtu kja. Kriteri favorizu shtetin. Po për ty është Shesharoke, po 1 milion euro e ke dëmtu. 1 milion euro e ke dëmtu qytetarin e komunës së Obiliqit, bugjetin e komunës së Obiliqit. E ka përgadit USAID. Kena referenca, terma dhe referencës i ka përgadit Gizi. Nuk i përgadit dosjen e tenderit, Nuk kjo me kry punë me Kolica. O të nuk bëhet kjo farë punë. Nuk i përgadit dosjet e tenderit. Unë e prapë që dhe të dytën, po të regoj se edhe unë e kom që... Ka qenë media, edhe unë e kom që Londën në prokurori... Edhe auditori po flet për këto qështje. Adresohe në kontratën e koncenerimit a bën me ta kompetente. Vesh adresohet organet kompetente. Gjithsesi. Unë jam i Londën se se cili kem ka i punë, edhe ata që të bëjë punën e vetë. Sigurisht. Në kontratën e koncenerimit unë po të regoj veç shka e thët auditori. Po kurve auditori, po kjo jove në para një 2-3 jove në shkru. Na po flasim për fazën e parë, zotënime, se